Po patatja e nxehtë në Prishtinë është ka mu zhvillu Prishtina, kanë mu dhonë lejet ndërtimore për banesat kolektive, sa ka të komu ndërtu në Prishtinë. Ka qenë patatja e nxehtë që unë menoj që i ka pengu kandidat për Prishtinën me arë në debat për një me dhe me folë për temen kryesore të kryeqytetit. Rezorta tha që Prishtina ka pas mas shumë të shpërndarje të rejtje, si përmenin 2 kandidat në Prishtinë, e pikrisht kandidat kryesor në Prishtinë s'ka në ardhë të na edhe në debatin, e par edhe në dytin. është shumë e rëndësishme jetë. Nëse na i kemi një këta kandidat të folë për ndërtimet pa leje në Prishtinë, në asnjë debat nuk i kemi dëgju. Debati i parë ka pas mu bo për ndërtimet pa leje edhe për planin zhvillimor të Prishtinës. Pra ka pas mu bo me na tregu kandidat se ku kanë me dhonë leje ndërtimore. Edhe patatja e nxehtë në Prishtinë nuk është as sheshi Gjergj Bush këtu afër katedrales, as mësimi gjithditor, por patatja e nxehtë në Prishtinë është ka mu zhvillu Prishtina, kanë mu dhonë lejet ndërtimore për banesat kolektive, sa ka të komu ndërtu në Prishtinë. Edhe asnjëri prej kandidatëve nuk mundet me na tregu neve sa ka të komu ndërtu në Bejtan, sa ka të komu ndërtu në Kodër Trimave, sa ka të komu ndërtu në lagjen Kalabria, për shkak se po ta tregojnë këtë punë. Atëherë, ose kanë mi hub zgjedhjet, ose kanë mi prish marrëveshjet të cilat mund mi pas me ndërtues. Dhe kjo ka qenë patatja e nxehtë që unë menoj që i ka pengu kandidat për Prishtinën me arë në debat për një me dhe me folë për temen kryesore të kryeqytetit. Që është ku kena me ndërtu Prishtinën dhe qysh kena mi rënu krejt terasat, krejt kafiterit, krejt objektet pa leje të cilat janë në Prishtinë këto, krejt katët të cilat janë të ndërtume prej pas luftës në vendin tonë. Nuk i kemi dëgju në debatet tjera ka shku tu u deviju debati në temat të tjera alternative dhe ata e kanë ditë që këto do t'i kemë pyetje të serioze, për shkak se gjithë kandidati kanë pas 30 minutat e parë me folë për planin urbanistik dhe planin zhvillimor, dhe për këtë arsye na sot nuk e kemi në Prishtinë një premtim të qartë se sa kate kanë me qenë në secilën lagje të kryeqytetit.